Korça është qyteti i serenatës, një traditë shumë vjeçare që vijon të ruhet me aq fanatizëm nga korçarët e vjetër të qytetit. Serenata për këto figura të njohura është ndjenjë, emocion, dhimbje e gëzim njëkohësisht. Sa ty azmetet ti me zdua, sa dëshkira ti marrë dhe tua. CNA nëpërmjet rubrikës së reportazheve sjell për shikuesit personazhe të vyer të Korçës, ashtu siç është Tomi Kondakçi, që të gjithë e njohin në qytet. Sa ty azmetet ti me zdua. Një qytetar model, një këngëtar me vlera, një kitarist i shkëlqyer që nuk heq dorë nga pasioni i tij për serenatën. Artisti korçar me shumë kënaqësi pranoi të fliste për këtë pasion, që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, prej fëmirisë e deri më sot, që është në moshën 65 vjeçare. Instrumentin e kitares, ai e ka mësuar vetë me ndihmën e parë të dhënë nga kushëriri i tij, duke patur si detyrim ta mësonte vetëm për faktin se këngës i duhej edhe kitara. Pasioni ka qenë gjithnjë që në fëmijërinë time. Ka qenë kënga kryesisht. Kitara jo se ishte pasioni tim, po më duheshe për të shoqëruar vete. Dhe u detyrova të mësoj edhe kitarë. Kam marrë ndihmën e parë, kam marrë me kushërinë tim të parë që kitarist, dhe është kitarist, pavarësisht se tash është i moshuar dhe nuk merret me atë pjesë, po gjithnjë me muzikën merret. Shtysën kisha ata për kitarën. Pastaj pasova vete. Kuptoj për këngët që këndonja të moshës. Do detyrosha të mësonja pastaj. Edhe u bë, si thua, pjesë. Edhe kitara bashkë me këngët. Sa ty. Për korçarin e njohur, serenata është shtylla e tretë e muzikës korçare, krahas këngës popullore dhe asaj qytetare të përfaqësuar nga kori lira. Të këndosh serenat është të pranosh të bukurën, e pikërisht këtu është vlera, thot Kondakçi. Serenata shumë e bukur. Serenata nuk është tona, faktikisht janë ndikime. Po gjëja më pozitive ishte që serenata në atë kohë nuk ish makina si sot, edhe mund të dilë një rrugëve të këndonjë si të desh, edhe pa problem fare. Po huazimet janë kudo në tërë botën, nuk është vetëm se është tek neve. Ajo që është e bukur dhe pëlqejet. Neve arritëm që e kapëm, e pëlqyem dhe vendosëm. Dhe është një nga shyllat e treta të muzikës korçare. Kemi populloret. Kemi muzikën qytetare korçare, kori lira. Kemi dhe serenatën. Kjo është këmba e tretë e muzikës korçare. Dhe është, si thua, një evolim. Ka njerëz që pëlqyen të serenatën, pëlqyen të bukurët dhe e pranuan të bukurët. Pikërisht këtu është vlera. Tash i themi serenat. Jo, qenë të tjera ata që bënin serenatën. Ndërsa sot po degeneron kjo punë. 65 vjeçari me keqardhje tregon se ditët e sotme serenata ka humbur vlerën dhe origjinalitetin e saj. Ai e konsideron serenatën dy kitara rrugës, kënduar ëmbël e duke përcjell emocion. Por çfarë ka ndikuar në transformimin e kësaj rrymë muzikore? Serenata sot nuk është serenata. Shkurt muhabeti. Serenata quheshin dy kitara rrugës, ëmbël, dhe përcjell një emocion. Sot do dhe ritmi e tërë serenata, edhe ato që kanë qenë serenata, u futën, si thua, u kanalizuan në sistemin e ritmit të kompjuterit.
Unë mbi emocioni. Ajo që këndojshë shumë nga dalë, shumë më ëmbël, shumë bukur, që fut në ritëm tjetër kohë, që s'ka asgjë të përbashkët me kërë, si motiva i mund të qëndroj, po s'qëndron si emocion. Këtu pjesa thahet, nuk vjet më serenat. Dhe ky është një gabim, që neve nuk e ruajmë, të tjerët e futën këta, po ne nuk po dim ta ruajmë. Të moshuarit e këndojnë serenatën ashtu siç ka qenë tradita, duke mos i ndryshuar këngët e duke mos dalë jashtë karakterit. 65 vjeçari nuk ka preferuar asnjëherë të jetë pjesë e aktiviteteve të organizuara, madje thot se kur nuk bëhet pjesë e organizimeve, por mbledhjet me shoqërinë bëhen krejt rastësisht. Nuk ke pse i ndryshon. Nuk ke pse i ndryshon për çfarë arsye? Nuk është më serenat, po themi. Del jashtë karakterit. Të marrësh pleqtë më të moshuar se mua, ata e këndojnë siç këndonin serenatën. Po i futen për kompjuter, ata s'janë me. Pse? Ajo është pjesë e tyre. Unë më mirë të ndjek ata se sa të ndjek ritmin që më përcakton kompjuteri. Është pa motiv, pa emocion, pa gjë pra gjë. Ku del beja atë që dua unë. Jo është duan të tjerët. Po të pëlqepi mirë, po të pëlqepi prapë mirë. Të jesh në një tavolinë me Tomi Kondakçi, unë merr një kënaqësi shumë të madhe, jo vetëm me biseda e diskutime të ndryshme, por edhe duke kënduar e duke marrë emocione të forta, nga ajo çka përcjell zëri mrekullueshëm i këngëtarëve korçar e në veçanti i Tomi Kondakçiut. Ndërsa e pyesim se si ka ndryshuar jeta e tij sot, artisti me një buzëqeshje në fytyrë thot se është e njëjta. Nëse ke shpirt mbush një hapësirë bosh, thot ai. Historira kam pasur shumë unë të tilla. Po varet sa vend len në shtëpi. Dikush do thjesht për të jam me Tomin edhe hajde. Me mua këndon çdo njeri. Pse? Do t'i le vend atij për të kënduar. Për të arritur qëllimin tjetër, për të qëndruar aty ku duhet. Ky është qëllimi. S'di. S'ka gjendje më unë. Po puna është atë që ishte, të jetë ashtu si që ishte. Jo të degeneroj. Këta duhet ta çdo kush. Ke shumë, e përmendam për para, ke shumë pleq, ke ruaj në të formë. Ne flasim për kohën, si ishte. Njeriu në kohë është i pavlerë fare. Sa përjeton ti në veten tënde, ajo është koha. Ti mund të vuash shumë, po përjeton bukur brenda vetes. Kjo është pjesë e shpirtit. Në që se ke atë brenda, të shkuar atë i kesh. S'ta kam fajnë unë. Po në që se ke shpirtin, një hapësirë boshe e mbushë. Por Korçën është fat të ketë një personazh kaq të veçantë të dashur, pasi Tomi Kondakçi jep edhe kontributin e tij në mësimdhënien e kitares për brezat e rinj. Ka shumë fëmijë që duan ta mësojnë kitaren e kjo është diçka shumë pozitive për të ardhmen. Megjithatë, 65 vjeçari duket pak skeptik për sa kohë teknologjia po zë vendin më të madh edhe në krijimin e këngës. Ai thot se muzika nuk lind vetëm për faktin se duam të bëjmë muzikë. Për të, muzika është ndjenjë. Ka të ri, dëshirën e kanë, edhe është e mirë. Mirë po, e thash pak me përpara. Me këto teknologjitë që dollën edhe ne po largohemi nga muzika. Dëgjojmë një koncert të bukur në Vjenë, në ku diun. Ata kanë qindra vite që ruajnë formën e orkestrës, si që ka qenë. Dhe nuk ndryshojnë ata të futin
teknon. E kanë të vështirë? Absolutisht fare. Janë mishtrat. Dhe ruajnë krijesat, krijuesit dhe krijesat që e vazhdojnë këtë punë. Kjo është ana më pozitive. Një gjë e krijuar, nuk lind muzika se duam të bëjmë muzikë. Muzika është ndjenjë. Ule 5 minuta e shkrojta, iku, u bë. Është ngacmim. Është ngacmim, po ke ngacmon. Tashi, po marrë një format këtu, e hapa, e odha, dhe linjen edhe do këndoj. S'ka asgjë. S'ka emocion. Emocioni është edhe gabimin kur bën, duke kënduar, është emocion prapë. Sepse kjo është, kështu është realisht. Ne këtë se pranojmë. Personazhe si Tomi Kondakçi po lën gjurmë në historinë e figurave të nderuara të Korçës, duke shpalosur vlera të mëdha, me zërin e mrekullueshëm që t'i jep emocion dhe të mbush shpirtin. Vetëm qytetarët e vjetër mund ta kuptojnë realisht se çfarë ndjenje përjetojnë kur dëgjojnë artist si Tomi Kondakçi dhe korçar të tjerë, të cilët e mbajnë serenatën me origjinalitetin e saj.